Përshëndetje. Mysafiri Periskopit sot është Ismail Tasholli, themelues dhe kryesues i nismes Liria ka emër. Zoti Tasholli, mirë se erdhe në Periskop. Faleminderit, mirë se gjej. Jeni në vlugun e organizimit të protestes ose marshit të radhës për krerët e UÇK-s që po mbahen në Hagë. Pse sërish ky organizim? Po, janë disa arsye, po është edhe për afrimi i datës së verdiktit edhe fjalëve përfundimtare të asaj gjykate. Mandej është edhe simbolika e 17 shkurtit, sepse nëse e rikthim komplet rrjedhën, e dim që atje janë pjesa kryesore, akter kryesore e kësaj date, shpallëve saj, edhe kontributit të tyre për këtë datë. Do të thotë është edhe simbolika që ata njerëz atje nuk janë emra të përveçëm, po janë pjesë e projekteve shumë të rëndësishme për shoqërinë tonë, po edhe është një lloj qytetarie që mund të shprehet, se shpeshherë kur flasim e kem përshtypjen që qytetaria është vetëm një koncept kështu abstrakt që atje teorik, po qytetaria është edhe përgjegjësi, është edhe aktivizëm. Përgjegjësi kryesore e qytetarisë është ekspozimi eventual i padrejtësive ose gabimeve të caktuara. Edhe qytetaria në Kosovë ka kuptuar mënyrën se qysh funksionon gjykata speciale, i ka rrok të gjitha anomalitë e shpërfaqura, madje prej shkeljes drejtave njerëzore e deri te ato ligjore që janë shumë të theksuara edhe janë skandaloze. Edhe e kanë ndiq atë lloj përgjegjësie që spaku të provoj që të krijoj disa vija të kuqe që ajo gjykatë mbetet brenda premisave racionale dhe juridike, sepse është kriju perceptimi në bazë të aktivitetet dhe performimit tyne që ajo gjykatë ka siklete politike. Dhe kur politika i paraprin juridikës, kur politika bëhet, si me e thonë, ajo lokomotiva që e ngre aspektin ligjor dhe fokusi humbet. Edhe kjo përshtypje... Ante lidhet kjo me sloganin tash që e keni drejtësi jo politik? Po, lidhet. Kjo që tha... Po, lidhet, sepse kur interferon politika mrena interpretimeve juridike, është botë tjetër, është bota totalitare. Do me tha, është bota kryekput e kundërt e demokracisë liberale. Edhe kjo i flet qati sikleti që ka shoqëria jonë me atë gjykatë, për shkak shumë arsyeve, ndërkohë do t'i shpalosim, po i ka folë çuditërisht si metaforë dhe kontekstit brendshëm. Sepse nëse i keni përcjell aktivitetet tona, kem pas takime me gjitha partitë politike që janë nëpër komuna, edhe ajo ne që e kem spjegu edhe kem provu me thonë në vazhdimësi që UÇK-ja është përtej secilës dioptri politike. Sepse UÇK-ja është mbi gjitha partitë politike dhe njerëz të tyne me këtë apetitet dhe ambicet janë të përkohshme, kuptimin që ndrohen, kurse UÇK-ja do të mbetet ajo e pandryshueshmja, edhe do të mbetet sheja kryesore e zgjakimit tonë për liri. Apo hasni në mirë kuptim të spektri ndryshëm politik në Kosovë? Po, në përgjithësi vrehet një gatishmëri pak më e madhe dhe emocion më i madh, si duket edhe koha e gjatë ka lënë hapësirë të reflektimit edhe të ekspozimit të padrejtësive zinxhirore të asaj gjykate. Edhe kjo mjegullnaja dhe zhurma e përditshmërisë politike e ka humbur betejën, sado që ka pas apetite të ndryshme për interpretime të ndryshme, po ne po e përsërisim që jem një grup shoqëni shumë e vogël, edhe e lodhën ma prej këtyne obsesionimit politik ose dioptrisë politike të interpretimit, dramave të mëdha, edhe janë disa pikë referenca që na flasin në mënyrë universale, e që na flasin njëjtë, e një ndër to është edhe UÇK-ja. Edhe ajo duhet mbetet ashtu e paprekur. Do thotë, politika e ka kuptuar këtë, ose spaku provon të thëtë që e ka kuptu këtë, edhe kem bashkëpunim më të madh, edhe kem mirëkuptim më të madh,
edhe po e ndjejnë se cilën një farë lloj obligimi, se mobilizimi është më i madh se në marshin e parë, sa i përket edhe komuniteteve të caktuara, qysh dush leja emrin qoftë edhe politikës aktive, do të thotë janë mbrana kësaj pranueshmërie, mbrana këtij racionaliteti, sepse e kanë kuptuar që mesazhi qytetar, zoni qytetar është më i rëndësishëm, sidomos kur preken drejtat e njeriut, kur preken ligjet, se tash padasht me fut gabimet e gjykatës në botën e interpretimit kështu humanist, padasht me tingëllu i tillë, po me të vërtet ka evidentime shumë shqetësuese që asnjë shoqëni normale perëndimore nuk i mujt me i përbi. Edhe ne po e shohim që ka dalë, po ndodh që ky lloj vetëdijsimi që UÇK-ja është përtej politikës, edhe ata atje nuk përfaqësojnë emrat përveçshëm, po përfaqësojnë një projekt, përfaqësojnë një rrugtim ty në për shtet ndërtim, edhe atje çka të ndodh do të reflektoj drejt për drejt te Kosova si shtet, jo te partitë të caktuara politike. Po bëni takime edhe me kryetar komunash të ndryshme, do thotë pa marrë parasysh cilit subjekt politik i takojnë. Këto takime a janë vetëm simbolike apo presni diçka konkrete, për shembull kur takoni me një kryetar të X komunës? Po, i kanë dy efekte. Çfarë kërkoni prej tyre? Dy qëllime. Përpas mbështetjes publike. Njëra pjesë është kjo pjesa simbolike, do të thotë e përbashkimit, te kalimit të interesave ditore, edhe se do ta themi hapur. Nuk ka projekt më të marrë, më të fishëm, që mund të shndrohet në pikë referencë për bashkimit tonë. E thamë edhe njëherë, jena lodhë. Kjo shoqëni është e lodhun, e obsesionume me politiken, e shpeshherë edhe e vegëlzume prej politikës. Edhe kjo është simbolika, du i përfshi krejt të shojmë një mesazh të marrë. Kjo është simbolika. Pjesa tjetër teknike, se Liria Koemën është një organizatë që funksionon mbi baza vullnetare, të krijimit të piktakimeve ose kontributit të kryetarëve me autobusa, ku të bohen qytetarët e komunave që përfaqësojnë, po e nxam cila do komunë qoftë, Podujeva për shembull, e krijon hapësirën teknike të grumbullimit autobusave, njerëzve me i pru deri në Prishtinë edhe me kthy. Do thotë janë dy aspekte të bashkëpunimit. Sa besoni se do të jetë e efektshme kjo marshi? Është shumë e efektshme, se unë po e përsëris. Kur them e efektshme, kam parasysh në gjykatën speciale. Po, është shumë e efektshme. E thash edhe në fillim që demokracia liberale qytetarine ka pjesë saj shumë të rëndësishme, nëse mund të themi edhe më të rëndësishme, edhe nëse kihet parasysh mënyra se çysh ka shku, edhe kur i kanë marrë, do të thotë ata njerëz atje i kanë marrë në kohën kur kanë filluar mu likështu politikisht. Do të thotë është kalkulim edhe i mënyrës se çysh mund me përbi qytetaria, edhe në këtë rast masovizimi asaj proteste do t'ja jepte mesazhin e kundërt në mënyrën se çysh ata e kanë kalkulu që t'i marrin të likshtum. Na e çojmë një mesazh që ata nuk janë të likshtum, janë pjesë e këtij veni, edhe janë kontribut shumë të rëndësishëm këtij veni. Edhe nëse ajo gjykatë pretendon të thirret në emër të qytetarëve, qytetaria në formë, po e them kështu alegori, në formë të referendumit do t'i jap përgjigje. Dhe ato përgjigje nuk shkojnë thatë, se janë përgjigje shumë serioze që një demokraci duhet me i marrë shumë seriozisht. Dhe kur e japim mesazhin përmes masovitetit, ne dorën zemër i ngushtojmë mundësit e një keq përdorimi politik të verdiktit fjalës tyne finale. Se shpeshherë kam përshtypjen e po e përsëris, se nganjëherë po na marrin si për budall, në kuptimin se çysh po na trajtojnë. Do thotë një gjykatë që ideatorin e saj e ka Jack Smith, që sot shoqënia amerikane e fut mrena cilësimeve të sekserizmit juridik, që ka blie e ka shit dëshmitar. Ai ka qenë
maskota ose figura kryesore e këtij gjyqi dhe SDI është komplet i diskredituar. Mandej kur e sheh pjesën tjetër që të bashkëpunimit të asaj gjykate me shtetin serb, sot në për televizionet e Beogradit shtyhen me bryla kush me i marr meritat kryesore në kontribuimin e themelimit të asaj gjykate. Do thotë, kur i merr këta faktorë përsipër, qytetaria bëhet edhe obligative në farë forme. Po edhe kur dalim na, ja marrim të drejtën me fol ata në emën tonë, sepse shpesh herë keq përdorin që kjo është e Kosovës, formalisht, është e vërtetë që është e Kosovës, po mënyra se çysh funksionon është të i bë dëm Kosovës. Na këtë aspektet i kem diskutu edhe të shkeljeve juridike dhe humane, po është edhe një shkelje shumë ma skandaloze, është thika që ju ka vendosi imazhit Kosovës. Sot nëse bashkëbisedon me tri në për Evropë që e kanë imazhin e arrestimit ty, në dërzimit, kidnapimit, çune që shdush edhe kjo është shumë komplekse, ajo fotografi është problem me u hek prej mendjes së qytetarëve evropianë. Do thotë na i kanë lënë një damk shumë serioze që kemë me pas problem me fshi edhe nëse gjyqi përfundon mbi premisa juridike, racionale dhe lirohen ata. Do thotë damët që na u kanë bë janë shumë të mëdha. Edhe kjo është një mangësi që nështë kena me pas shumë problem me riparu që ato. Po kthehemi te pjesa kryesore, ajo që qytetaria do t'ja jap një lloj fjale të drejtë për drejtë atyne, edhe do t'i kallëzon që nuk ke fol në emën tonë deri tash. Përpas këtij efekti që e diskutove dhe sqarove që pritet të ketë në gjykatën speciale, në përgjigjen paraprake folja edhe për efektin që mundet me pas brenda në Kosovë për shkak të lodhjes që shoqëria jonë ka prej politikës brutale ditore. A e shihni këtë nismë si një farë, themi kështu që mundet me pas efekte përtej ngjyrime politike edhe me kriju një farë një sens tri të uljes së gjakrave politike në Kosovë. Nashta është krahasim jo shumë adekuat, po për shembull çush ka qenë lëvizja për pajtimin e gjaçkave në fillim të 90-tave. A mundet me pas kjo përpos efekt atje edhe brenda shoqërisë tonë me ne shëru disa hasmeri ekstreme që na u kanë. Ideja fillestare ka qenë kepja e copsave të ndryshme historike të rrugtimit tonë, kuptimin e inkludimit jo të përjashtimit. Se nuk ka lidhje pse menojmë ndryshe. Ne duhet mrim në stadin kështu kulturor, ku pranojmë menime ndryshe, po nuk e prishëm fotografinë e totalit. Pikërisht kjo, a mundet përmersoj me dalë në një dimension tjetër, ku për disa temat të caktuara me pas një konsensus edhe mos me u diskutu brenda shoqërisë kosovare mo. Siç është për shembull rezistenca pasore në 90-tave, lufta UÇK-s edhe krejt. Unë madje shkoj edhe deri te lufta e dytë botnore atje, po është hala më mbrapa pavarësisht prej kontekstit që interpretojmë, se UÇK është ai kulmi, po se cili e ka qitë kanitull në rrugtimin tonë për liri. Edhe Gjenerata e Luftes dytë botnore, edhe ilegalja, edhe të Burgosnit, edhe Rugova, edhe UÇK-ja, edhe NATO, nëse i ndanë edhe i spjegon në mënyrë autonome, do thotë nuk janë vetë mjaftueshme për me ta dhënë totalin e peizazhit. Këto krejt duhet me i kep bashk, sepse e kena domosdoshme si shoqëni. Nëse i shohim çysh funksionojnë shoqënitë që na pretendojmë me mrin atë stad, ata e kanë koherencën e shoqënore mbi bazën e disa pikë referimeve të vlerave universale të pranuara. Na duhet mu pajtu që secilla gjenerat e ka dhënë munin, e ka mbajt dhimbtën edhe kemri ku kemri. Qëllimi, njeti, o ka një mirë i gjithve, dikush ma shumë, dikush ma pak, por ne duhet mësohemi
Marim shembull që një koherencë, një disa pikë referencat përbashkë ta na duhen. Shpeshherë unë kështu kur e shoh diskutimet si janë dy bota kanë herë që flasin ndryshe, duken spaku që flasin ndryshe, po që e prodhojnë një lloj patetizmi të njëjtë. Kjo pjesa që po e ngushtoj folklorike, edhe kjo pjesa e korrekcisë politike. Të dyat po e prodhojnë një lloj patetizmi, nuk e di pse. Është shumë kompleks kështu me spjegu pse sociologjikisht edhe psikologjikisht, po ne s'kem qare pa e thonë që secila shoqëri në Evropë, spaku që kjo që pretendon teorikisht që i përket civilizimit perëndimor, operon me disa mite. Nuk duhet mutut, nuk ka kjo folklor, as nuk ka të kjo pjesa e patetizmit tjetër. Po i ki paqare se janë pikë referenca e përbashkimit edhe ndërtimit koezionit. Tash, normal na duhet mu pajtu çfarë mite po dojmë i pas, në kuptimin qysh me i mirëmbajt, qysh me i lirë, se mitet vjetrohen, mos harrojmë. Sot ideja e mitit të rilinjes kombëtare ju flet shumë pak komuniteteve, ju ka shterë zani, sepse edhe miteve ju shterët zani. Po, shoqënit e civilizume, në një stad ku na po provojmë me mri, spaku politikisht, kulturalisht, këto, se është komplekse, po duhet me shtit do koncepte në thojza se perëndimi i ka harru së operon mo me këto kategori, po e kem domosdoshme. Vesh të zgjedhëm cilat mite, edhe të zgjedhëm se qysh po i mirëmbajmë. Jo të i fry mrena folklorit, jo të i fut mrena diktaturës korrekcisë politike, po të u marrë vesh edhe të i diskutu. E disa pika i kem, UÇK-ja është pikë referenca ma e feshme që na përbashkon. Unë nuk besoj që ka një shqiptar normal që UÇK-ja i pengon. Po, UÇK-ja e nxjerrën për politikës ditore. UÇK-ja e nxjerrën për lloqit edhe pshtymës. Unë shpeshherë kom thonë, u pat kriju një kontekstu, edhe në raport me gjyqet ndërkombëtare të sikleteve të barazimit edhe shpërndarjes të fajit, që kjo pjesa se ka shumë probleme këtë se po inkriminoj psikologjie, sociologjie e filozofi të njëjtën kohë, u pat kriju që UÇK-ja është kush UÇK jerëm folke diçka për UÇK. Edhe keq përdoreshin për secilës parti, jo për njënës, për gjithave, edhe nuk u vrejke që po qaj projekti fishëm është të stërpik, është të u gry, pa pik nevoj. Pse kem hesap edhe kalkulime ditore. E na si shoqëni duhet mu mësu mi avlo venin disa projekteve, atje ku e kanë, e ato e kanë jashta politikës ditore. Politika e ka dëmtu dorën zemër, këtë projekt dërmat mëllaj që e ka produ Shqiptaria, e ka dëmtu për shkak se tu i provu me pronsu. Edhe duke provu me pronsu, automatikisht një pjesë e ka dëbu. Edhe aje pjesë e dëbumja ka fillu tani me gjusë tërpika në këtë projekt. Kështu që gabimet janë jo veç të dikujt, po i kësha... Të gjitha partit politike nuk e kam po gjithmonë këfjell të vijen e kuqe për cilës... Ku nuk është desh me u te kalu, po. Nuk është dasht. E qajo ka dal rikthejet, por rikthejet me bashkëbisedim sinqert. Jo me... Tash, kjo është një pjesë, se është pjesa tjetër që pa u fut në teori konspirative, po të spjegimit e në realitetit tashmo të evidentum, unë e shpesher e thëmë që mas luftës ka pak e kena hongër në shi Sërbin. Se menum që kapitullimi nuk e la si një kufum që nuk punon ma me neve, në kuptimin kundër neve. Po ajo i aktivizoj komplet propagandën e saj për me qunë qësh projektin e UÇK-s, se nëse me sigurit kujtohet, Miloševiqi ka pas një interpretim kështu shumë tendenciöz, që i ka qujta si mretër të luftrave, të undergroundit, të drogës, të gjithë shka e zezë. Dhe që ato akuza që i ka bo Miloševiqi, dyqysh janë nisën të përbrendsu mrena konfliktit ditor politik. E kjo është gjëna. Për një me është gjëna se i hin hak një projekti shumë... Qëra, ata kër e kam bo UÇK-n, prej mëti, nuk e kam pas në kry as një parti politike, edhe nuk kanë dalë me ide të organizimit politik. Ata vishë kanë thonë që ka që mujna me bo, edhe po e japëm simbolikisht jetën tonë,
në një kuptim, nëse ju kujtohet, ka shumë bashkëbisedime shumë interesante, një ndër to që shpaloset kështu mrena bisedave intime që kanë pas ta pjesë njerëz kryesor, aktor kryesor, po e rikthej Adem Jasharin që në bashkëbisedim ja thot, o tek e fundit kur gjas po du ma shumë veç disa vërreza dëshmorëve mi pas, na me e fliju veten. Çka i bje? Simbolikisht i bjen një pik referimi dignitetit ton për qëtë gjakim për liri. Do thot, talona një shej që pasarës tonë thonë që qëtu janë do vorët dëshmorëve, do vorët që kanë dalë... Dikush është përpjek. O përpjek. Mandej edhe komplet lufta o QK-s është edhe lufta e mbrojtjes pragut, lufta e mbrojtjes e dignitetit. Se këtu ka ndodhë. Po këthejemi, unë jam që se cili rrëfim duhet më u përfshi mrena shoqënisë tonë, e nuk bën me pas interpretime selektive edhe pikë referenca selektive. Rolin e UQK-s, rolin e refugjatit, rolin e tregimtarit si refugjat që ka ndodhë, këtë të janë dhimta, që na shpesher po dalim jashtë kontekstit edhe nuk pedim që në vitet 90-ta një njeri ka mujt me shku më burg pse ka pas një shallë kuqezi. Do të e sheni kontekstin edhe si cili ka marrë pjesë me dhimten e vetë në qitë rrugën tonë për liri. Edhe si cili tregim është i vlefshëm për ku kena mëri për liri. Do të nuk duhet me qenë përjashtu, se shoqënit perendimore dallojnë prej tjerave, nështë me thonë totalitare se bot kuptime organizime të tyre politike, për shkak të respektimit të se cilit tregim. Se i kemë edhe tregimet e vogla lokale edhe tregimet e mëdha universale që janë këtu edhe koncepte filozofike me ta tregimet, me ta narracionet edhe një tregim i vogël lokal shumë ka rol. Se pa që ato nuk krijohet këtë mesazhe, këtë ngrehina. Të kthehemi te aspekti teknik i marshit, protestës, si do të duket teknikisht, qysh do tjetë? Paka shumë është si në marshin e parë, binja e njëjtë vendosja, nështë pak ma nalë, duhet më ngrej bina atje, dhe se po shpresojmë edhe po e vrejmë që entuziazmi në përkrahje edhe në pjesëmarrje është u rritë spaku edhe po e ndjejmë edhe po na thonë edhe mënyra që po e nxjerrëm edhe pe deduksionit takimeve që po e shohim. Unë e menoj që kena mu dyfishu kësa herën, është edhe ma shumë, edhe jem në bashkëpunim drejt për drejt edhe me policinë e Kosovës, edhe me komunën e Prishtinës, do të të kem dy pika shumë serioze të qësaj organizimit edhe teknik me qenë, nështë do t'i marrëm edhe ato mbroja se që shuan ato që organizohen edhe prej policisë, po duhet shikohet edhe dhe kjo pjesa dhe të katedralja, se nuk e di ende është punisht e atë qka është, me siguri që do të... Me hapë, se diçka të shumë cilat janë vendimet racionale për me i marë, se besojmë që masoviteti ka me qenë kështu begi. A do të ketë transport të organizum? Po, që këtë takimi me komuna që po e bëjmë, si cila komun ka premtu ofrimin autobusve, edhe si cila komune ka marrë për Shqipër me kry këtë obligim, edhe na do të bëjmë një lloj itinerari kështu poster, edhe për si cilën komunë do t'i publikojmë para... Oraret e nisjes. Oraret e nisjes, me siguri këto do t'i kemi 3-4 ditë para protestës, që e din sakt, mandej edhe këtu është ditë pushimi, këtu mi parku autobusat e pazarja të mrapa palesës sportet që është, të rilinja të, se është edhe sfidë teknike, po me policinë është me të vërtet shumë mirë me pas punë që janë shumë profesional, edhe janë shumë të gatshëm me dha dhe këshilla dhe ndihmes, po edhe komuna po ashtu e ka shprej ka dishmërinë e saj, do të jemë mbrana një sinkroni që po menoj që do të jetë edhe teknikisht i realizum sukses. Në sa ora do të bëhet? Në ora 14:02 e kem caktu me 17 shkurt.
Te sigurisht do të ketë fjalime, do të ketë një pjesë aty. Kësaj here e kem reduktu fjalimet vetëm mrena të komuniteteve të caktune që përfaqësojnë simbolika edhe dhimbta edhe krenari që me i bë bashk. Ende nuk është precize kështu në mënyrë të 100%, po kryesisht e dim pak a shumë, do të let një gru viktim, një djalë dëshmori, një gru djalë që ka lind kohë luftës, nështë edhe një student që me po qka, po fjalime politike nuk do të ketë. Nuk do të ketë, do të thotë fjalimet politikane? Fjalime politike nuk do të ketë, se në marshin e parë jemi mundu me balancu me atëherë me Emili Krasniqin, kryetari PDK-s, pasi që i kam pas edhe pjesë të organit partijës, edhe Glauku Konjuca, mandej Glauku tha po, në fund u bë jo, u duk shumë e njashme. U duk shumë e njashme, kësa here nuk do të abojmë ato, edhe do të japim mesazh jo politik. Po, mbi të gjitha flet masa, adin se si cili fjalim që do të bëhet aty, e ka simbolikën e vetë, edhe dhimbtës edhe krenaris, po pjesëmarrja është ajo që e ka fjalën kryesore. Për fund, zoti Tasholli, nëse keni një mesazh, një diçka, një thirrje të veçantë. Po, e kam një thirrje shkurt teknike që i ftojmë krejt qytetarë me 17 shkurt në ora 2:14 që vinë në sheshin Skënderbej, ne ti marrin këtë familjen me veti, se kjo është edhe një lloj shprehje qytetare me dita e pavarësisë. Edhe pavarësisë, është edhe fest, është edhe shprehje e dhimbtës pakënaqësisë që ka të ndodhë. Do të thotë ne ti lënë flamujt politik, se me 17 shkurt duhet të flasë qytetaria e Kosovës. Zoti Tasholli, faleminderit që ishe në periskop dhe për këto sqarime për marshin Liria ka Emër. Faleminderit për hapësirën, respekt.